Pari nuk mund të marrësh mikrofonin me drejtën e qenit bashkëkryetar dhe të përcjellësh këtu gjërat pa vërteta. Zoti Lezi ka fjalën. Do t'ja përgjigjen se do e përgjigjen. Po, me qenë se do e përgjigje. Jo patjetër, po. Jo me qenë se do kundër. Mund ta bësh patjetër dhe mund ta bësh dhe ke drejtë drejtë ta bësh. Po, ka mundësi ta vazhdoj. Spari nga ana logjike, një reformë ka përmbajtjen, po ka dhe afatet. Po është e vërtetë, janë dy elementë. Ky është elementi përmbajtësor, afati është elementi formal i përmbajtjes. Dhe një reformë nuk mund të ketë produkt anën formale. Domethënë, përfundon se mbaroi koha. Se nuk është këtu se do vdesi reforma dhe ka kohën, se shtyhet komisioni, kemi shumë raste, reformë zgjedhore, reformë territoriale, janë afate që i menaxhon komisioni në bazë të ecurisë punës. Parashikon një kalendar, është opsional, jep dhe afate, data, por që mund të ndryshojnë për shkak të agjendave politike, tuaja, tonat, nuk ka rëndësi. S'po e ve peshën, por me qënë se ju vendoset një peshë pa drejt, po ju a shpjegoj. Dhe këtë debate kemi bërë që në fillim dhe të kam kërkuar të bësh sfidë publike. Dhe nuk e ke bërë, ta kam kërkuar dhe në seancë. Pretendoni që ne kemi vonuar fillimin e punës komisionit. Dhe kam thënë që ku ke kërkesë zyrtare për të mbledhur komisionin. Hap emailin zyrtar, kam thënë dhe mesazhet. Dhe paraqiti, në qoftë se unë kam kundërshtuar si bashkëkryetar mbledhjen e komisionit, atëherë kishit drejt.